Çarjet patologjike kërkojnë kujdes. Ato janë çarje të thella, japin dhimbje gjatë ecjes, japin skuqjes ose inflamacion, mundet të ne japin gjakderdhje, ndonjëherë shoqërohet edhe me gërshetim ose me mbivendosje njëra mbi tjetrën. Pra, ajo mund të na japi hemoragji, mund të na japi qelb, por mund të na krijohen edhe kërpudhat e mykut të bardhë. Në këto raste, ju urgjentisht, pa diskutim, duhet të mirëni kontakt me një dermatolog. Çarjet që vijnë nga diabeti, nga një hipertension, nga myku me ose psoriazis, është e mira që të bëhen trajtimet paralelisht në të dy drejtimet, qoftë uljen e glicemisë ose përmirësimin e funksionit të tiroides, po kështu edhe për trajtimin e themrave të këmbëve të çara. Nëse do të shohim për shembull ndërtimin e lëkurës, ku lëkura është si një barrierë mbrojtëse ndaj mikrobeve, lëndëve kimike, ujit e të tjera, në rastet kur kjo pëson këto çarjet, këto agent të jashtëm depërtojnë brendësi dhe bëhen shkas për shfaqjen e sëmundjeve të tjera. Në fillim lëkura dëmton, si thuash, atë epidermin ose shtresën e parë që ndodhet në kontakt me ajrin. Nëse ne nuk e pastrojmë mirë, nëse nuk e hidratojmë, nëse nuk e lyejmë me ndonjë krem zbutës ose me ndonjë vaj bimor, ne patjetër që do ta përkeqësojmë situatën në mënyrë të padiskutueshme. Çfarë duhet të bëjmë? Për shembull, nëse kemi një diabet dhe glicemi të lartë, e cila kjo glicemi e ngritur, si të thuash, atë aftësinë e elasticitetit dhe të finesës së lëkurës të thëmra e këmbës, duhet paralelisht ne t'i shoqërojmë njëkohësisht edhe një çaj glukomer për uljen e glicemisë në gjak, të përdorim pak bitter melon 2 lugë supe në ditë ose 3 lugë çaj dhe njëkohësisht të kalojmë tek trajtimi i themrave të këmbëve. Atëherë, në këto raste, mund ta lyejmë thëmrën e këmbës sidomos kur ajo është shumë e qartë dhe e plapsaritur, në fillim me propolisin me rigon dhe mandej me kremin antimikotik. Në rastet e tjera, mund të veprojmë në këtë mënyrë. Së pari, për të trajtuar drejt për së drejti çarjet e thëmrave të këmbës, veprojmë në këtë mënyrë. Marrim afërsisht 1,5 litër ujë dhe hedhim 1 dorë me lëvore vidi dhe 1 dorë me lëvore të mimozës. Këto i përdorim, si të thuash, tamam si rigjeneruese dhe rregulluese të asaj balancës ujore brenda qelizës. Së dyti, mbasi këto kanë vluar afërsisht 10-12 minuta, shtojmë në çaj 4 deri në 5 lugë gjelle çaj antimikotik, ku ky çaj do të vlojë edhe 2 deri në 3 minuta. E marrim e kullojmë çajin pasi ftohet dhe e përdorim për shplarjen e këmbëve në këtë mënyrë. Marrim 1 gotë çaj, afërsisht 200 ml, shtojmë në të 1 lugë kafe sot buke dhe 1 lugë kafe krip, edhe si për të shtuar pak ato elektrolitet në këtë çaj, por edhe njëkohësisht të shtojmë, si thuash, një antiseptik natyral. Pasi i lajmë mirë këmbët me këtë çajin, vendosim në plasaritjet e themrave të këmbëve propolis me rigon. 3-4 pika ose 5 pika në varësi nga sipërfaqja dhe nga çarjet që ajo ka. Pasi thahet, vendosim kremin antimikotik. Vendosja e këtij kremi do të na ndihmojë më së miri, jo vetëm në rregullimin e asaj balancës të yndyrnave në brendësitë të qelizës dhe në hapësirat midis tyre, por njëkohësisht ky krem është edhe antikërpudhor i mrekullueshëm dhe i fuqishëm, që do të thotë, nëse midis plasaritjeve ka tendencë që nga pluhurat, nga sporet që mund të na mblidhen aty, të na zhvillohen kërpudha, atëre ky krem është i mrekullueshëm dhe është i aftë për t'i shkatëruar ato. Pra, ulim shkallën e agresivitetit të këtyre sporeve dhe të kërpudhave të mbira, përmirësojmë atë raportin ujë-vaj në pjesën e epidermës së lëkurës dhe kemi pa diskutim një zgjidhje të problemit. Do të vëmë re se brenda një periudhe kohe shumë të shkurtër,
thembrat e këmbëve tuaja, edhe nëse dhëmbin do të jenë të padhimshme, edhe nëse janë të çara dhe të skuqura, ato brenda një periudhe kohe 7 deri në 10 ditë do të vëmë re që thembrat kanë filluar mbylljen dhe rigjenerimin e tyre në mënyrë të padiskutuar. Të dashur ndjekës, ky ishte emisioni për sot. Mirupafshim në emisionin e radhës.